Përshëndetje miq, këshilla me vlera. Sot do të tregoj se si përgatisum deodorantin për ambientin e shtëpisë, për rrobat, për palltot, për divanet, për jastikët, dollapet, për kuzhinën sidomos kur gatuaj. Megjithatë shikojeni videon deri në fund dhe nëse e përgatisni do më falenderoni. Kur ta përgatisni larg fëmijëve, nuk duhet e lini në dorë fëmijëve. Mi rakomando, këtu po jap një shembull si spërkas rrobat e dollapin, megjithmonë që ja vlen dhe është ekonomike. Këto janë ato perlina që përdorin për lavatriçe për të përfumuar rrobat. Këto megjithmonë që ja vlen, shikojeni mirë. Këtu po jap një shembull. Unë kisha bler deodorant në supermarket shumë të shtrenjtë, i mirë, shumë i mirë, por një herë spërkata shtëpinë dhe u kaput kjo koka e spërkatis dhe hidhe ke plena të gjithë lekët. Prandaj kjo është një mënyrë shumë ekonomike dhe mua më pëlqen dhe aroma. Zjejmë në një tenxhere 1 litër ujë, unë gjithsej përdor 1 litër ujë, 2 lugë nga këto perlinat. Uji duhet jetë se s'bën i zjerë, kështu që perlinat e profumit duhet jedhin. Domethënë të jetë ujë nxehtë, e përzejmë mirë derisa të shkrihet, e lëm që të ftofet, se po ta hedhim të nxehtë tek kontenitori na shkrin kontenitori dhe nuk bën mirë. Ky është kontenitori që unë kisha përdorur më parë, unë mbarua dhe thash, po e postoj këtë video pse jo, ndofta do ju duhet. Kontenitorit janë ato që ne marrim vederësive, i lajmë shplajmë dhe i kemi rezervë, janë shumë të mirë dhe kokën e spërkatis e kanë shumë të mirë. Dhe kushtojnë pse t'i blejmë kur i kemi. Këtu po jap një shembull, i rash dritarëve, perdeve, anemban, xhaketave, i shkundi mirë, sidomos nëse veshin pallto të nesmen, profumosim falnin darkët, i shkon si mirë dhe e kemi gati të profumosura kur i veshim ose kur e kurosim rrobat. I japim i spërkatje dhe kanë një aromë fantastike, xhaketave, dollapeve, perdeve, siç po e shikoni. Megjithmonë që ja vlen, provojeni. Ju përshëndes, ciao ciao.